Ushqimet jo të shëndetshme dhe mungesa aktivitetit fizik janë ndër arsyet kryesore që sipas ekspertëve ndikojnë në shfaqjen e shumë sëmundjeve. Endokrinologu Genc Shala tregon për faktorët kryesor që çojnë në mbipeshë dhe obezitet. Të fundit kemi pra një dyfishim të rasteve me mbipeshë, edhe me obezitet gjithashtu. Shkaktarët kryesor në këtë botën sot me vitin 2025, pra shekulli 21, është jeta sedentare, pra jeta pranë kompjuterave, pranë televizorave, duke mos u marrë me sport. Pastaj në rend dytë vjen ushqimi, i cili është zakonisht ushqim shpejt, me shumë langje, me shumë melmesa, me shumë ngjyra të shtuara, me shumë kalori të shtuara dhe në fund është edhe stresi dhe pagjumësia. Këto janë 4 shkaktarët kryesor. Ka edhe shkaktarë tjerë, janë edhe sëmundje tjera, po vole për njerëzit që nuk kanë sëmundje, pra këto janë 4 shkaktarët kryesor që janë mbipesha, më vonë edhe te obeziteti. Ai thotë se mbipesha dhe obeziteti mund të shkaktojnë edhe sëmundje të tjera, si diabeti i tipit 2. Disa prej pacientëve të tij e kanë fituar diabetin për shkak të mbipeshës. Mbipesha apo obeziteti nuk do të kishin problem në vete nëse nuk kishin pas pasojat apo komplikimet që vijnë nga mbipesha. Që është për shembull diabeti që mund të vijë, rritja e tensionit të gjakut, mbyllja e enëve të gjakut që mund të vijë pra deri te infarkti i zemrës. Të mbipesha kemi edhe rritje jo vetëm sheqerit, por kemi rritje të yndyrnave në gjak, sulmi në trup, probleme me të femrat me çrregullim të ciklit, paraqitin e akneve, paraqitin e kimeve në fytyrë, pra çimëzimit. Dhe këto gjithashtu të femrat mund të binë edhe të probleme me fertilitet, pra kanë problem të mesësh të zona, apo të mbajnë shtazani. Pra, mbipesha sjell apo obeziteti sjell jo vetëm probleme me pesha anën estetike, por edhe anën e sëmundjeve të ndryshme që mund të vinë. Por ndikon edhe normal edhe në anën psikologjike, pra gjithmonë në qytet apo dalin fjalë, apo kemi bullizim të fëmijëve apo të rriturve për shkak të peshës. Pra është edhe anda mendore që ndikon te njeriu. Shala thekson se ilaqet, balona apo operacioni i lukthit mund të ndihmojnë në rënje nga pesha, por nëse personi nuk ushqehet shëndetshëm dhe nuk merret me aktivitet fizik, pesha mund të rikthehet. Përpara këtë problem e kena pas shumë pak të shprehët, kohët e fundit, dekada fundit ka dyfishuar apo trefishuar numrin me mbipesha apo me obez, dhe kemi mjaft të interesuar që vinë dhe konsultohen me endokrinologë si t'ja bëjnë këto. Nëse endokrinolog, hapi i parë nuk është dhënia e barnave për mbipeshë apo për obezitet. Hapi i parë është t'i këshillojnë për ndrimin e stilit të jetës, ndrimin të mentalitetit, stilit të menduarit për jetën e tyre dhe punën e tyre të përditshme. Pra, duke eliminuar shkaktarët që i përmendëm, pra duke larguar jetën sedentare, pra qëndrimit pranë kompjuterit, pranë televizorëve, pra të mirë sa më shumë me sportet apo spaku me ecje, të fillojnë pra me ecje minimum 30 minuta në ditë, sidomos pas darkës, pasi që çdo ushqim që e konsumojmë gjatë ditës, do ta harxojmë duke punuar. Nëse në darkë që marrim ushqimin e fundit, në darkë edhe nuk kemi ecje, po kemi qëndrim pranë televizorit duke shikuar ndaj seri apo në ndonjë sport. I rekomandojmë shumë që pas darkës të kenë ecje 30 minuta, pra si të përfundojnë darkën të ecin 30 minuta pa ndalë. Pas të thajmë të kemë kujdes në ushqim, pra të ikim ëmbëlsirave, të ikim langjeve, të vend të langjeve të konsumojmë pemë ashtu si janë, pra me lëkurë, me lëvore, e jo të shtrydhim ato. Pastaj të konsumojmë sa më shumë ujë që është e mundur, dhe të kenë sa më pak stres dhe të kenë një gjumë të mirë, dikon 7-8 orë në ditë të kenë një gjumë. Gjitha këto jenë të arritshme me pak punë, me pak dëshirë, me pak vullnet, dhe t'i eliminojmë nëse ka ndonjë sëmundje tjetër të cilat mund të shkaktojnë mbipeshë apo obezitet. Sepse nëse nuk eliminojmë sëmundjet që kanë shkaktuar këto, atëherë këto nuk do të ndihmojnë shumë. Në sëmundjet që shkaktojnë obezitet apo peshë, çrregullimet e gjendrës tiroide, diabeti, problemet me gjendrat mbiveshkore, e tjera. Po kur të eliminojmë këto, atëherë mund të kalojmë edhe të ndihmojmë përmes pacientëve përmes metodave të ndryshme që janë medikamentoze
duke e barna në formë tabletave apo në formë të injeksioneve që janë të njohura, por pasi të plotësojnë disa kushte varësisht prej body mass index apo smundjeve shoqëruese. Dhe në fund kemi edhe metoda tjera më invazive, përveç barnave, siç është vendosja e balonit gastrik në lukth, i cili pengon njerin, njeri kur vendos baloni gastrik diku rreth 6 muaj mendon që e ka barkun plot dhe nuk ka uri. Dhe e fundit, nëse asnjë nuk ka sukses, atëherë i rekomandojmë, edhe nëse ka obezitet të tepërt apo morbid, edhe gastric sleeve, pra kirurgjinë bariatrike, e cila mundson të largohet diku rreth 80% të lukth. Por duhet të rikujtoj shikuesit tonë që asnjë nga këto nuk është zgjidhje e përhershme. Pra edhe dietat, edhe barnat, injeksionet, baloni gastrik, gastric sleeve, pra kirurgjia e lukthit, të gjitha këto japin një ndihmë për më humbje të peshës, po ato do t'i kthejnë ato 4 shkaktarëve të parë të eliminojnë, pra të mirën me sport, të kenë dietë, të pinë ujë dhe të flajnë mjaftueshëm dhe të mos kenë sa më pak stres që është e mundur. Pra këto tjera janë vetëm një ndihmës të arrit pesha ideale që dëshirojnë, nëse me këto tjera të mbahet ajo peshë. Se për ndryshe, nëse edhe pas balonit gastrik, edhe pas kirurgjisë së lukthit, edhe pas barnave që i marrim, kur i ndërprejmë ato kthehet përsëri pesha nëse nuk i kemi ndruar stilin e jetës. Sipas organizatës botërore të shëndetësisë, thuhet se 40% e popullatës vuan nga mbipesha dhe 16% nga obeziteti.